Këndi i lojrave të Korçës ka përplasur dy kandidatët për kreun e Bashkisë së Korçës në zgjedhjet e parakohshme të 3 nëntorit, sot i Rajsredo Bërda. Nga njëra anë është ndalur në gjendjen e këtij këndi që sipas tij është lënë pas dore nga bashkia. Nga ana tjetër, drejtoria e marrëdhënieve me publikun në bashki, Benila Terova, ka bërë me di projektin që është bërë gati nga kjo bashki për të ndryshuar pamjen komplet parkut që dikur ka shërbyer për gjitha kampionatet e lojrave me dorë. Jemi tek stadiumi i lojrave me dorë, i cili ka prej vitesh është në një gjendje që është e kotë ta përshkruaj sepse çdo qytetar i Korçës e di. Me shumë pak investime, ky stadium mund të kthehej në një gjendje funksionale. Pra nuk është mungesa e fondeve që ka lënë në këtë gjendje. Është mungesë e dëshirës dhe mungesë e vullnetit që ky stadium të jetë funksional. Zona po bëhet gjithmonë më e rëndësishme, gjykata e shkallës së parë është ngritur tani këtu afër, prandaj kërkon një rregullim të menjëhershëm. Bashkia e Korçës bën prezent sot para qytetarëve projektin e artuar për rikonstruksionin e terrenit sportiv të njohur si Sport i vogël përballë spitalit të qytetit. Ky projekt jo vetëm është artuar nga ana e Bashkisë të Korçës, por ka gjetur edhe burimin e financimit. Do të jetë UNDP që do të financojë rikonstruksionin e plot të këtij terreni sportiv. Madje ne jemi dyfish të gëzuar sepse përveç rikonstruksionit të terrenit, pranë tij do të ndërtohet edhe një qendër komunitare për komunitetin rom dhe egjiptian të qytetit Korçës.